Konstituohet Komisioni Hetimor i ngritur për kontrollin e zbatimit të legjislacionit gjatë procesit të lëvizjeve në Policinë e Shtetit në periudhën kohore shtator 2013 janar 2014. Mbledhja e sotme parashikonte miratimin e rregullores së brendshme dhe planit të hetimit për të cilin mazhoranca kërkoi kohë për të njohur me draftin. Nënkryetari Tauland Balla shprehu gatishmërinë e së-madjes për të kontribuar në një hetim të plotë dhe të drejtë, teksa e cilësoi të vonuar mbledhjen. Është mirë që meqense ne kemi mundësia në këtë komision hetimor, është mirë që të bëjmë një rregullore e cila t'i shërbej një praktike të konsoliduar parlamentare për hetimin parlamentar, një drejt e Kuvendit të Shqipërisë, po kështu edhe për planin e hetimit. Ne do të kemi edhe ne propozimet tona konkrete mbi draftin e përgatitur. Rendi ditës për të premten do të jetë miratimi i rregullores dhe i planit paraprak të hetimit. Në mbledhjen e parë të këtij komisioni ishin të pranishëm të 15 antarët, 8 nga mazhoranca dhe 7 nga opozita, të cilët zgjodhen me konsensus sekretaren Nermonela Felaj. Më 6 shkurt pas një seance maraton, Parlamenti miratoi me konsensus ngritjen e komisionit hetimor të kërkuar nga opozita për të verifikuar emërimet dhe shkarkimet e fundit në Policinë e Shtetit, të cilat sipas Partisë Demokratike kanë qenë të paligjshme dhe kanë prodhuar një situatë alarmante të rendit dhe sigurisë në vend, për shkak të zëvendësimit të profesionistëve me militant partjak.